Siç edhe e kënduam dhe dëgjuam sot në stancën e tretë, përsëri neve i këndojmë me theologji të shtencës Virgjeshës Mari misteret e saj, si e bekuar në gjitha gratë që Perëndia me të bëri vepra të mëdha të paimagjinueshme. Dhe unë do ndalojmë pak në disa nga momentet e stancës së tretë, ku na thuhet, duke parë një lindje të çuditshme, le të harrojmë botën dhe le të ngjitemi në mendjen në qiell, se prandaj Perëndia i lartë u duk mbi dhen, si njeri i përunjur, se deshte t'i shpinte lart ata që thresin aleluja. Lindja e Virgjeshës Zonjës së Mari është lindje e çuditshme, e pa dëgjuar, sepse ajo u mbars nga hiri i Shpirtit të Shenjtë dhe biri dhe fjala e Perëndisë që krijoi të gjithë të dukurat pa dukurat, sipas dashurimit të Atit, dashurimit të Atij vet, me veprimin e Shpirtit të Shenjtë dhe me dëshirën e Virgjeshës Mari, ai uli qiejt dhe zbriti dhe qëndroi brenda mitrës së Virgjeshës Mari, dhe atje, siç edhe ne e dim, ai u bë njeri si ne përveç mëkatit. Dhe kjo ishte një lindje e çuditshme, sepse që lindje virgjërore. Virgjëresha Zonja së Mari nderohet nga kisha jonë si gjithmonë e virgjër, e pa dëgjuar për një vajzë e cila bëhet grua dhe bëhet nën. Prandaj neve i themi asaj virgjëresh para se të lindte, virgjëresh në lindje, virgjëresh mbas lindjes. Kështu që ishte një lindje e çuditshme dhe patjetër kjo lindje e çuditshme na bën që ne të harrojmë botën e mëkatit. Këtë botë ku sundon mëkati që filloi me gruan e parë, e cila dëgjoi angjëllin e rënë dhe solli të keqen të vetja dhe të burri i saj. Kurse Virgjëresha Zonja së Mari dëgjoi kryeangjëllin, dhe duke dëgjuar fjalën e kryeangjëllit dëgjoi vullnetin e Perëndisë, dhe Perëndia e rikrijoi natyrën njerëzore në veten e tij. Pra biri i Perëndisë bëhet bir njeriu, që njeriu ta shenjtëroi, ta hynizoi. Dhe po ashtu neve dëgjojmë fjala për përshkruar erdhi plotësisht mbi dhen, por nuk u largua as pak nga qielli, se lindja për Virgjësh u bë me bashkëzbritje të perëndishme, pa ndonjë largim prej vendit, dhe prandaj ajo dëgjonte këto fjalë: gëzo, o vend i Zotit pa zën, gëzo der e misterit të shenjtë. Ja një mister tjetër që na zbulohet. Kur biri dhe fjala e Perëndisë zbriti nga qielli në mitrën e Virgjeshës Zonja së Mari, e cila u bë si një fron keruvik, mitra e saj, Krishti prap si Perëndi ishte në qiell. Ishte edhe në qiell, ishte edhe në tokë. Ky është një mister i madh për Perëndin. Perëndia është i kudo ndodhur. Pra ai gjendet njëkohësisht në shumë vende, në të gjithë vendet. Ky është një mister që ka vetëm Perëndia dhe jo krijesat që mund të ndodhen vetëm në një vend. Prandaj ai ishte edhe lart, pra biri dhe fjala e Perëndisë me Atin, ishte edhe poshtë me Virgjëreshën Zonja së Mari. Dhe kemi një bashkëzbritje, domethënë kemi vetë Perëndia, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë merr pjesë në këtë mister të madh dhe pa ndonjë largim nga vendi. Duhet dim që edhe Krishti, mbasi lindi nga Virgjëresha Zonja së Mari, edhe kur u gjykua tek Pilati, edhe kur ishte në kryq, ai ishte edhe lart në fron me Atin, ishte edhe poshtë në tokë duke vuajtur. Por lart ishte si Perëndi dhe poshtë në tokë ishte si Perëndi njeri. Këto janë mistere që vetëm Perëndia i ka dhe ai na i ka zbuluar. Dhe ky mister që biri i Zotit bëhet edhe biri i njeriu, që është një person me dy natyra, dhe hyni dhe njeri njëkohësisht, që vepron si Perëndi, vepron dhe si njeri, këto ndodhen nëpërmjet Virgjëreshës Mari, sepse nëpërmjet saj u bë biri i Perëndisë dhe bir i njeriu. Diçka tjetër që ne e dëgjuam sot, thot, e tërë krijesa e angjëve u çudit për veprën e madhe të njerëzimit tënd, se pan Perëndin të paafruar si njeri, që i cili u afrua ndër të gjithë. Angjët janë ata të cilët krijoi Perëndia atë me anë të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë në fillim. Janë frymra meshtare, të cilët e shikojnë Perëndin, por ata u çuditën se si Perëndia bëhet njeri dhe qëndron aq afër me njeriu. Pra
si them, takohet nga njerëzit, merret në duar e njerëzve, siç kemi jo vetëm Virgjeshmari, po dhe plakun Shën Simeon, i cili mori në dorë Krishtin, dhe Perëndia qëndron bashkë me ne. Ky është një mister i madh që ëngjëjt çuditen. Duhet dinë se ëngjëjt janë mirënjohës neve njerëzve, të në mënyrë veçantë Virgjeshës zonja Shëmari, sepse Perëndia është i padukshëm, është dritë e paafruar. Dhe as ëngjëjt nuk e shikojnë dot fytyrën e Perëndisë. Kur profeti Isaia dhe profetët e tjerë pan fuqirat angjëllore, për shembull pan serafimet, që janë qenie me shumë krah, me 2 krah mbulojnë sytë se verbohen nga drita e Zotit, me 2 krah fluturojnë dhe me 2 krah mbulojnë këmbët e tyre në shenjë përulësie, pra ata shfaqen në formë njerëzore që ne ti perceptojnë. Pra ata nuk e shikojnë dot fytyrën e Perëndisë. Por kur Perëndia u bë njeri në Isu Krishtin, edhe ëngjëjt patën atë, si them, në privilegjin të shikojnë Zotin. Kështu që ata janë mirënjohës për ne njerëzit, sepse nëpërmjet njerëzimit mundet të shikohet Zoti në fytyrën e Krishtit. Dhe ky është një mister i madh si për ëngjëjt, po aq më tepër dhe për ne njerëzit. Dhe Perëndia u bë njeri. Bërja e Perëndisë njeri do të thotë që njeriu bëhet Perëndi. Edhe neve njerëzit në Krishtin jemi thirrur të bëhemi hyjni, ndryshe nga ëngjëjt, të cilët vërtet janë krijuar sipas ikonës Perëndisë, por nuk janë krijuar si në njerëzit për të bërë të ngjashëm me Perëndin, për të bërë hyjni. Prandaj dhe ne i këndojmë Virgjeshës zonjën Shëmari, më e nderuar se kerubimet, më e lavdëruar pa krahasim se serafimet. Dhe e fundi që mund themi sot, kryetari i gjithësisë deshi ta shpëtoi botën dhe zbriti vetë në botë. Ishte baris si Perëndi, po duk si njeri për ne, dhe e ftoi njeriu në formë njeriu dhe dëgjon si Perëndi. Ja një tjetër mister i madh. Si Perëndia bëhet njeri? Sado që neve përpiqemi të japim një ikonë, kjo është e pamundur. Perëndia dhe njeriu janë tërësisht të paafrueshëm me njëri tjetrin. Perëndia është i pakrijuar, njeriu është i krijuar. Perëndia është gjithë i shenjtë, njeriu fatkeqësisht u bë qenie mëkatare dhe rebele. Por dashuria e Perëndisë për njeriu është e veçantë, sepse kur e konceptoi Perëndia njeriu në përjetësi dhe kur ai e krijoi me një qëllim. Sipas ikonës, pra i dha atribute hyjnore njeriu, i dha mendje, i dha liri, i dha aftësi për të dashur dhe aftësi për pasur pushtet, por mbi të gjitha i dha mundësi të bëhet i ngjashëm. Dhe Zoti zbriti vetë për ta shpëtuar njeriu. Pra kur njeriu mëkatoi, Zoti nuk e la njeriu në fatin e tij, po zbriti vetë duke u bërë njeri. Dhe si u bë? Ja të japim një shembull shumë të thjeshtë. Neve njerëzit, për shembull, shikojmë disa milingona që ecin në rrugë. Këto milingona, të cilat s'kan aftësi për dalluar rreziqet, ndjekin ndoshta një rrugë të gabuar, ecin mes përmes rrugës kryesore ku kalojnë njerëz, ku kalojnë makina dhe ato patjetër shkelen. Neve kemi dëmshuri për këto milingona, por si t'ju flasim atyre milingonave që ato të ndryshojnë rrugën, që mos shkojnë në atë rrugë gabuar. Kur ne ju flasim si njeri, ato nuk dëgjojnë. Kur ju bëjmë gjeste si njeri, ato nuk kuptojnë. Atëre, si mundet një milingon të ndryshojë rrugën? Duhet që neve të bëhemi milingon, të bëhemi si ato dhe të shkojmë përpara tyre dhe t'i drejtojmë. Kjo është e pamundur, por është e mundur për Perëndin. Perëndia i foli shumë njerëzve që të ndryshonin rrugën, i foli me anë të mrekullive, i foli me anë të profetëve, po njerëzit nuk dëgjuan. Atëre Zoti erdhi vetë, u bë njeri, foli ai me gjuhën tonë. Dhe jo vetëm foli, por ai doli përpara njeriu, përpara gjithë njerëzimit dhe drejtoi njerëzimin në rrugën e shpëtimit, nëpërmjet kryqëzimit dhe ngjalljes së tij. Dhe kjo është një merit jo vetëm e Perëndisë, po është merit e Virgjeshës zonjës Shëmari, sepse po mos ishte ajo, po mos pranonte ajo fjalë të kryejëngjillit, patjetër që Zoti nuk do bëjë njeri dhe ne do të vazhdonim të ecnim në rrugën e humbjes.